Më shumë se 100 objekte kulturore do të merren vetëm nga ky muze, nga Muzeu Arkeologjik i Tiranës, për të zhvendosur drejt Romës së Italisë në një ekspozit. Kjo është një iniciativë e Ministrisë së Kulturës në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik dhe fondet e tij, me qëllim promovimin e vlerave kulturore përtej kufive të Shqipërisë, pikërisht në këtë vit jubilar të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Kësaj ekspozite interesante do t'i shtojnë gjithashtu edhe objekte kulturore nga Muzeu i Apollonisë, i Butrintit, Durrësit dhe më pak nga Muzeu Historik Kombëtar. Ministria e Kulturës do të jetë ajo që do të vendosë kohën dhe përzgjedhjen e objekteve që do të ekspozohen për të gjithë artdashësit italian dhe sigurisht emigrantët shqiptar që ndodhen atje. Muzeu Arkeologjik i Tiranës, i cili do të na përfaqësojë me pjesën më të madhe të objekteve në Rom, është një muze i cili dallon për nga dominimi i turistëve të huaj, të cilët e frekuentojnë në masën rreth 90% dhe sipas të dhënave nga ky muze, vetëm gjatë sezonit të verës vizitohet nga rreth 200 turistë në muaj. Ky muze është i ndarë në 5 pavione dhe ruan objekte të ndara sipas periudhave nga ku kemi ajo e prehistorisë, antikitetit i lirë, antikitetit të vonë dhe atij të mesjetës.